Sondazhet paraprake për zgjedhjet e 11 majit nuk po I shkojnë as pak për shtat kryeministrit Edi Rama. Burime nga brenda Partisë Socialiste raportojnë për shqetësim të theksuar në lidhje me rënien e mbështetjes popullore, veçanërisht në qarqet ku tradicionalisht PS ka dominuar. Ajo që ka trazuar më shumë qetësinë e Selisë Rozë është ngjitja në sondazhe e disa partive të reja opozitare. Këto forca po perceptohen si rrezik real për ndarjen e votës dhe mundësinë që t'i prishin llogarit shumicës aktuale. Në këtë klim pasigurie, Rama ka zgjedhur një strategji më agresive politike, sulme të drejtë për drejtë ndaj partive të vogla, përpjekje për të paraqitur si të pabesueshme apo të panevojshme në këtë betejë elektorale. Mbetet për të parë nëse ky presion I hershëm do të jap fryte apo thjesht do të zbuloj frikën reale të mazhorancës për humbjen e kontrollit pas më shumë se një dekade në pushtet. Sali Berisha ka lëshuar një deklaratë të fortë publike, duke quajtur kreun e policisë Ilir Proda, Proda Matriksi, në një krahasim të drejtë për drejtë me figura manipulative që komandojnë prapaskenën. Frika se policia do të ndërhyjë në zgjedhjet e 11 majit. Ish-kryeministri ka paralajmëruar se çdo tentativë për të prekur votën do të ketë pasoja. Mos guxo të prekësh zgjedhjet, se do të ndodhë ajo që se pret, ka thënë Berisha në një mesazh të qartë për drejtuesin e policisë dhe kryeministrin Rama. Berisha I bën thirrje policisë të qëndrojë jashtë lojës politike, ndërsa opozita premton se do të ruajë çdo kuti, çdo qendër votimi dhe çdo rezultat. Kryeministri Edi Rama ka bërë një deklaratë të papritur nga Dimali, duke u kujtuar për rrënjët e tij socialiste pas 12 vitesh në pushtet. Në një lëvizje që ka ngjallur diskutime, ai premtoi se shteti do të paguajë sigurimet shëndetësore për nënat e papuna me 3 ose më shumë fëmijë. Kjo nismë vjen në një kohë kur kritikat ndaj qeverisë për mungesën e politikave sociale janë shtëruar. Analistët e shohin këtë si një përpjekje për të rikuperuar imazhin e Partisë Socialiste, si një forcë politike që mbron shtresat në nevojë, veçanërisht në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Megjithatë, opozita dhe një pjesë e opinionit publik e kanë pritur këtë premtim me skepticizëm, duke e konsideruar si një manovër elektorale të vonuar. Pyetja që ngrihet është: a është kjo një kthesë sinqertë drejt politikave sociale, apo thjesht një përpjekje për të përfituar vota në momentet e fundit? Deputeti demokrat Tomor Alizoti ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Partisë Socialiste, duke I akuzuar për tentativa presioni ndaj qytetarëve në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Në një fjalim me tone të ashpra, ai u drejtua socialistëve me mesazhin: "Mos guxoni t'ju shkoni njerëzve në shtëpi natën, do ju ham të gjallë." Alizoti akuzoi eksponent të PS-s se po shkelin çdo standard etik dhe ligjor të fushatës elektorale, duke ushtruar presion të drejtë për drejtë mbi votuesit. Ai u shpreh se opozita është e gatshme të përballet me çdo formë intimidimi dhe nuk do të lejojë që zgjedhjet të deformohen. Reagimi I tij vjen në një klim gjithnjë më të tensionuar, ku besimi publik tek procesi elektoral është në provën më të vështirë. Thirrjet për përballje dhe retorika të zjarrta nuk mungojnë dhe fushata vetëm sa ka filluar. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, presidenti Bajram Begaj ka shprehur mirënjohjen për punëtorët shqiptar, duke theksuar rëndësinë e dinjitetit të punës dhe kontributit të tyre në zhvillimin e vendit. Presidenti uroi që kjo ditë të shërbesë një moment reflektimi për të përmirësuar kushtet e punës dhe për të garantuar të drejtat e punëtorëve në të gjithë sektorët. Ai theksoi se respektimi I punëtorëve është një detyrim moral dhe kushtetues për shoqërinë shqiptare. Në një kohë kur sfidat ekonomike dhe sociale janë të shumta, mesazhi I presidentit Begaj vjen si një thirrje për bashkëpunim dhe solidaritet në përpjekje për një Shqipëri më të drejtë dhe më të zhvilluar. Urimet e mia në këtë 1 maj për të gjithë njerëzit e punës. Sot e nderojmë punën e vështirë të ndershme dhe për kushtimin ndaj saj, nderojmë dinjitetin e punës dhe kontributin që punëtorët kanë në ekonominë shqiptare. Për të gjithë punëtorët, faleminderit, shkruan presidenti Begaj. Arlind Qori, kreu I Lëvizjes Bashk, ka dalë me një deklaratë të drejtë për drejtë në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, duke e cilësuar 1 majin jo si një ditë feste, por si një ditë proteste. Ai theksoi se Shqipëria ka pagat më të ulta në Evropë dhe nuk ka arsye për të festuar apo për të pushuar. Qori argumentoi se në vend që të shënohet me pushime dhe urime, 1 maj duhet të jetë një ditë mobilizimi për të kërkuar të drejtat e punëtorëve dhe për të protestuar kundër kushteve të vështira të punës dhe jetesës. Ai shtoi se situata aktuale ekonomike dhe sociale nuk lejon fluksin e festimeve. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur shumë punëtorë në Shqipëri përballen me sfida të mëdha ekonomike dhe kur sindikatat dhe organizatat e punëtorëve kanë ngritur zërin për përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave. Qëndrimi I Qorit synon të nxjisë një debat më të gjerë mbi të drejtat e punëtorëve dhe nevojën për reforma strukturore në tregun e punës. Adriatik Lapaj, drejtuesi I lëvizjes Shqipëria bëhet, ka zhvilluar një takim me sindikatat e punëtorëve në Tiranë, ku ka premtuar heqjen e taksës për të dy punësuarit dhe rritjen e pensioneve. Lapaj theksoi se sistemi aktual tatimor penalizon ata që punojnë më shumë për të përballuar jetesën, duke I detyruar të paguajnë taksa të dy fishta. Ai u zotua se nëse vjen në pushtet, do ta eliminojë këtë barr fiskale për të dy punësuarit. Gjithashtu Lapaj premtoi rritjen e pensioneve, duke e konsideruar këtë një hap të domosdoshëm për të përmirësuar jetesën e të moshuarve. Ai u shpreh se këto masa
masa janë pjesë e një plani më të gjerë për të ndërtuar një sistem më të drejtë dhe më të barabartë për të gjithë qytetarët. Në mes të një gare për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit, një përplasje e fortë ka dalë në sipërfaqe mes BKH-s dhe SPAK-ut, dy strukturat që pritet të bashkëpunojnë në luftën kundër korrupsionit, po përballen për mënyrën se si duhet emëruar shefi i ri. SPAK raportohet të ketë ushtruar ndikim në procesin e përzgjedhjes, ndërkohë që brenda BKH-s ka rezistencë ndaj kësaj ndërhyrjeje. Mosmarrveshjet kanë filluar në fazat e hershme të kandidimit dhe janë përshkallëzuar në nivel institucional, ndërsa opinioni publik pret rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar, duket se konfliktet më të mëdha janë zhvendosur brenda vetë sistemit të drejtësisë. Betejat për emra po zëvendësojnë betejat për drejtësi. Procesi i votimit nga diaspora për zgjedhjet e 11 majit ka shënuar një pjesëmarrje të lartë dhe dinamike. Deri më tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar mbi 108.000 flet votimi të ardhura nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Në krye të listës qëndron Italia me plot 46.000 zarfe të mbërritura, e ndjekur nga Gjermania dhe Greqia, që gjithashtu përfaqësojnë komunitete të mëdha emigrantë shqiptar. Këto shifra tregojnë një mobilizim të pazakontë për standardet e votimit nga jashtë. Ky interesim i lartë nga diaspora po shihet se një sinjal i një dëshire për të ndikuar realisht në të ardhmen politike të vendit. Autoritetet zgjedhore thonë se procesi i administrimit të këtyre votave do të jetë mbikëqyrur me kujdes për të garantuar transparencë dhe besueshmëri. Në një ngjarje që ngjan më shumë me një skenar filmi sesa me realitetin, një banesë në Elbasan u trondit nga një shpërthim me tritol, por ajo që doli më pas i la të gjithë pa fjalë. Ngjarja ishte e sajuar, qëllimi, marrja e azilit politik në Bashkimin Evropian. Sipas hetimeve, nipi i pronarit të banesës, Ardit Pepa, kishte vendosur lëndën plasëse me miratimin e të afërmëve të tij për të stimuluar një kërcënim ndaj familjes. Plani ishte që pas shpërthimit të raportonin se ishin nën presion dhe të kërkonin strehim jashtë vendit. Policia ka arrestuar autorin dhe po heton se ka raste të tjera me të njëjtin model. Rasti ka hapur debat për shpërdorimin e dramave të rreme për qëllime emigrimi dhe për faktin që azili është kthyer në një sistem alternativ largimi. Një ngjarje e rëndur raportua disa ditë më parë nga Vlora, ku si pasojë ngeli i vrarë 58 vjeçari Renato Hoxhaj. Dyshohet që arsyeja përse 58 vjeçari të jetë vrarë është fakti se ai ka dhënë informacion për një ngjarje të rëndë kriminale të ndodhur rreth pak vite më parë. Ndërkohë i arrestuari Eris Mehmeti, përpara oficerëve të policisë, ka mohuar të ketë lidhje me vrasjen e Renato Hoxhaj në Vlorë më 27 prill. Ai është marrë në pyetje si një person që ka ndihmuar në vrasjen e 58 vjeçarit, nga ku në një seancë jashtë kamerave, ai ka mohuar të gjitha akuzat që janë bërë ndaj tij si bashkëpunim për të kryer këtë vrasje, ashtu edhe dijanin se ku ndodhej automjeti i tij. Automjeti i cili rezulton në pronësi të tij dhe dyshohet se është makina me të cilën atentatorët janë larguar nga vendi i ngjarjes. Mehmeti është shprehur se në këtë automjet prej disa kohësh. Mehmeti shprehet se këtë automjet prej disa kohësh ja ka dorëzuar një prej shokëve të tij dhe së fundmi nuk kishte dieni se ku ndodhej ky automjet. Megjithatë, gjykata e shkallës së parë ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për këtë person. Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kanë nënshkruar një marrëveshje historike që krijon fondin e investimeve për rindërtimin e Ukrainës me vlerë $175 miliardë. Kjo marrëveshje synon të financojë rindërtimin e vendit dhe të ndihmojë në zhvillimin e sektorit të mineraleve dhe energjisë, duke përfshirë burime si litiumi, titani dhe gazi natyror. Sipas marrëveshjes, të dy vendet do të kenë të drejta të barabarta në menaxhimin e fondit, ndërsa Ukraina do të ruajë pronësi të plotë mbi burimet e saj natyrore. Marrëveshja nuk përfshin kthimin e ndihmës ushtarake, të dhënë më parë nga SBA, një çështje që kishte shkaktuar tensione gjatë negociatave. Ky zhvillim vjen pas muajsh negociatash të vështira dhe sinjalizon një angazhim të fortë të SBA-s për të mbështetur Ukrainën në përpjekjet e saj për rindërtim dhe zhvillim ekonomik. Ndërsa lufta me Rusinë vazhdon, marrëveshja pritet të ratifikohet nga Parlamenti i Ukrainës në ditët në vijim. Në takimin që patën në Vatikan në funeralin e Papa Franceskut, Volodymyr Zelensky ka kërkuar Donald Trump të mbajë një qëndrim më të ashpër kundër Rusisë. Zyrtarët e lartë amerikanë zbuluan se udhëheqësi i Ukrainës ishte në gjendje të ndikonte te Trump, i cili dukej se po afrohej me Vladimir Putinin. Të dy presidentët ranë dakord në zhvillimin e një takimi të shkurtër, 15 minutësh kok më kok. Biseda u zhvillua brenda bazilikës së Shën Pjetrit, aty ku udhëheqësit diskutuan luftën Rusi-Ukrainë dhe përpjekjet e Amerikës për t'i dhënë fund asaj. Dy burime thanë për median amerikane Axios se Zelensky kishte kërkuar presidentit Trump të mbante një qëndrim më të ashpër ndaj Putinit. Udhëheqësi i Ukrainës thuhet gjithashtu se është tërhequr nga kërkesat e tij për armë pushim pa kushte, i cili u propozua nga SBA-t javë më parë, por u refuzua nga Kremlini. Zelensky tha Trump se ishte gati të bënte lëshime në një përpjekje për të sjellë paqe në kombin e tij të shkatërruar nga lufta, por kërkoi garanci të forta sigurie në këmbim.
Shtetet e Bashkuara kanë filluar zbatimin e një teknologjie të re identifikimi përmes skanimit të syrit, një hap që ka ngjallur debat të gjerë mbi privatësinë dhe sigurinë të dhënave personale. Projekti i njohur si World ID synon të krijojë një sistem global identifikimi digital, duke përdorur skanimin e irisit për të verifikuar identitetin e individëve, ndërsa mbështetësit e teknologjisë argumentojnë se kjo metodë ofron një mënyrë të sigurt dhe më të shpejtë për të verifikuar identitetin. Kritikët shprehin shqetësime serioze për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave biometrike. Komisioni Federal i Tregtisë ka paralajmëruar për rreziqet e mundshme që lidhen me keqpërdorimin e informacionit biometrik dhe dëmët që mund të shkaktohen konsumatorëve. Për më tepër, ekspertët e privatësisë theksojnë se përdorimi i teknologjive të tilla mund të çojë në mbikëqyrje të gjerë dhe të paautorizuar. Debati mbi balancën midis sigurisë dhe privatësisë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa teknologjitë biometrike bëhen gjithnjë më të përhapura në jetën e përditshme. Një raport i Wall Street Journal ka ndezur polemika në Tesla. Bordi i drejtorëve thuhet se ka nisur kërkimin për një pasues të Elon Musk si CEO. Shkak për këtë janë bërë humbjet e mëdha financiare. Fitimi neto i kompanisë ka rënë me 71% në 3 mujorin e parë të 2025-s dhe përfshirja e Musk në administratën e Trump përmes Departamentit të Eficiencës Qeveritare ka shkaktuar pakënaqësi mes investitorëve dhe konsumatorëve. Musk ka reaguar ashpër ndaj raportit, duke i quajtur artikull tërësisht të rrem dhe shkelje të rëndë etike. Është kryetari i bordit Robin Denholm që ka mohuar pretendimet, duke theksuar se nuk ka asnjë plan për zëvendësimin e Musk dhe se bordi ka besim të plotë në drejtimin e tij. Megjithatë, tensionet mbeten të larta. Elon Musk ka njoftuar se do të reduktojë angazhimin e tij në Dodge për të përqendruar më shumë te Tesla, ndërkohë që kompania përballet me sfida të mëdha financiare dhe reputacionale. Analistët vëjnë re se pavarësisht polemikave, figura e Musk mbetet e pandashme nga identiteti i Teslas, duke e bërë çdo ndryshim në drejtim një çështje delikate për të ardhmen e kompanisë.